Pas djegjes së lurës ditën e djeshme dhe zjarrit që ka vazhduar gjatë gjithë natës, sot zjarri u vu edhe në malet e Pukës, në kurorën e maleve të Pukës. Pra tashmë është e qartë situata që zjarret që po vihen në për male, në për zonat banuara që po djegin shtëpiat e shqiptarëve, janë zjarre të qëllimshme dhe shqiptarët duhet të kenë kujdes, të hapin sytë, sepse janë përballë një lufte hibride me armikun e padukshëm i cili po ju dëmton pronat me zjarre. Pra, është shumë e qartë se një dorë e fshehtë në Shqipëri po planifikon shuarjen e këtij vendi në forma të ndryshme. Një herë kapën politikën, më vonë gjetën forma për t'ja u përzon fëmijët jashtë shtetit, duke ulë edhe çmimet e gomoneve deri në 2000 euro, që të boshatisen gjithë zonat, gjithë fshatrat. Tashti kanë filluar t'ju djegin edhe shtëpiat. Në kuadër të ligjit paketës maleve, në kuadër të ligjit 21/2024 dhe të shumë ligjeve të tjera të cilat janë bërë për me përvetësu pasuritë e shqiptarëve në Shqipëri. Kështu që unë ju bëj sot thirrje të gjithë shqiptarëve, keni kujdes, hapni sytë mirë. Zjarret në male, në përpyje, po i vend gjithë ata që kanë interesa për me përfitu nga fondet e buxhetit shtetit, qoftë për emergjenca, qoftë për rehabilitimin e pyjeve në të ardhmen, sepse ato zona kanë nevojë për me u rikthy prapë, domethënë në ekosistem, dhe dikush profiton për mbjelljen e pyjeve, më thet tash. Pa llogarit, domethënë që zjarret mund të jetë duke i vu edhe klika e interesit të biznesit investitor të librit 850 faqesh Albanian Files, i cili ka bë pazar dhe projekte gjithë trojet shqiptare, gjithë pasuritë e shqiptarëve, pa pyet asnjërin prej nesh. Kështu që hapni syt, runi mirë gjithë patronazhistat e zonave, fshatrave ku banoni, sepse ata janë strumullari kryesor që shkojnë vend flakën, vend e pa vend. Kështu që keni kujdes nga këta njerëz. Kjo është luftë e hapur hibride kundra popullit shqiptar dhe jo më kot dje dha dërheqjen ai drejtori zjarrfikses. Diçka ai di që dha dërheqjen dhe nuk donte më me rreziku as burgun, as fytyrën e vet. Kështu që tashmë tabloja është mos e qartë. Zjarret janë të qëllimshme dhe kanë filluar për hapen në çdo vend. Unë jam vetë fshatar, i rritur në fshat, i rritur në malësi, zjarret nuk bien vetë. Leç harrejnë këta jo po rëshira e pishës, rëshket të guri edhe pastaj këshu merr flake me rren. S'ka hiç asilloj, është rren e kullume. Zjarret janë duke u vënë qëllimisht. Mbaroj filmi.